Prej më shumë se 4 vitesh, aktori i humorit shqiptar Gas Paja është cilësuar si investitor strategjik dhe është komentuar shumë për marrëdhënien e tij me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe jo vetëm. Aktori ka zgjedhur së fundi të thyej heshtjen dhe të flasë për të vërtetat që sipas tij nuk përputhen fare me raportimet e bëra, ndërsa thekson se në mesin e shkrimeve të bëra është prekur dhe familja e tij, çka e ka nxitur atë të reagojë pas shumë kohësh. Kam zgjedhur të hesht këto ditë, jo nga frika, jo sepse kam diçka për të fshehur. Kam heshtur sepse gjithmonë kam besuar se njerëzit vlejnë më shumë se bindjet politike dhe se miqësia është më e fortë se çdo flamur partie. Por kur sulmohet dinjiteti im dhe i familjes sime, heshtja nuk është më virtyt, shkruan Gas Paja në reagimin e tij. Mëtej aktori e pranon haptazi, që përkra Partinë Socialiste për shkak të bindjeve të tija të majta, ndërsa nënvizon se pretendimet se ai është investitor strategjik janë të pavërteta. Po ashtu, në reagimin e tij Gas Paja sqaron një herë mirë çështjen e investimeve strategjike, duke theksuar se ka qenë vetëm ndërmjetës mes investitorit dhe pronarëve të tokës, të cilët janë miqtë e tij personal, ndërsa pranon se është bërë pjesë e kompanisë në fjalë. Aktori nënvizon përse nuk ka pasur përfitime. Reagimi i aktorit vjen vetëm pak ditë pasi një video ku ai shfaqet duke u ofenduar me disa qytetarë te kalaja e Tiranës bëri xhiron e rrjetit. Reagimi i ploti Gas Pajës. Unë jam po aq shqiptar sa ju. Dhe po si ju, lëndohem në palc kur dikush më prek familjen. Nuk më dhembin vezët, jam mësuar me sharjet, edhe pse nuk i meritoj. Po ky është opinioni im. Ama më dhembi fakti që gjithë çka ndodhi përpara syve të gruasime nënës së fëmijës tonë. Më dhembi që edhe ajo u bë objekt sulmi, jo për atë që është, jo për atë që ka bërë, por vetëm sepse ecën në krahun tim. Ka një vijë që nuk duhet kaluar kur, politika mbaron aty ku fillon familja. Kam zgjedhur të hesht këto ditë, jo nga frika, jo sepse kam diçka për të fshehur. Kam heshtur sepse gjithmonë kam besuar se njerëzit vlejnë më shumë se bindjet politike dhe se miqësia është më e fortë se çdo flamur partie. Por kur sulmoj dinjiteti im dhe i familjes sime, heshtja nuk është më virtyt. Po, unë mbështes Partinë Socialiste, e kam bërë dhe vazhdoj ta bëj, sepse bindjet e mia janë të majta. Është zgjedhja ime dhe e drejta ime, por kjo nuk do të thotë se jam dakord me çdo vendim apo me çdo individ. Kam kritikuar kur kam menduar se duhej kritikuar dhe kam mbështetur atë që kam besuar se ishte e drejtë. Asnjëherë nuk kam qenë pjesë e strukturave politike, madje nuk kam as tesër partie. Nuk kam marrë poste, nuk kam marrë privilegje, nuk kam marrë tendera dhe nuk kam jetuar kur në kurrizë të shtetit. Kam punuar që fëmijë. Nuk kam vila në Bregdet, nuk kam vila në mal, nuk kam prona të fshehura, nuk kam pasuri që nuk i shpjegoj dot. Kam vetëm duart e mia, djersën time, artin tim dhe ndërgjegjen time. Sa për çështjen e investimit strategjik është folur shumë. E vërteta është e thjeshtë. Kam qenë vetëm ndërmjetës mes investitorit dhe pronarëve të tokës, të cilët janë miqtë e mi personal, si një dhoj, u bëra pjesë e kompanisë e cila do të investonte. As kam marrë prona, as favore, as përfitime. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.